Mirë mbrëma dhe mirë se takohemi, me shumë kënaqësi jemi edhe në këtë të enjtë bashk, do ta përmbyllim në javën bashkë, do t'javën pikën, po m'duket rezultateve, po, sepse ndeshja është të dielën në mbrëmje. E vërtet, se presim në atë dielën. Lirik të dielën do flasin nga dueli botror, të shohim se sa kanë një dalë parashikimet të tyre, por që ne sot e kemi fundin e javës si krejtën debat dhe sot ne do të flasim pikrisht për parashikimin e fundit. Përfundimisht. Nga e hëna do miremi me tema tjera, sepse dhe të dielën do tjetë fundi i këtij kampionati botror, i cili për cili shumë polemika, shumë deshe u komentua shumë politika, u komentua vari, u komentua favorizimet, u komentua gjithashtu edhe disa prej kombëtarëve me cilat ndoshta kemi pasur pritshmëri tjera, por që në fund ja kemi huq me disa rezultate Lirik edhe ne. Kjo punë është me të qëllume, s'është që bë ndonjë analizë shumë e thoktse, në fund ditës, krejt trajnerat pas analizës tonë, hajtë se topi është i rumbullak, nuk i dihet. Po, që ashtu në telë në fund përfundimi. Po, kemi pas pritshmëri shumë për Francën, më pas na shgënjeu Franca, kishim mbrëm shumë pritshmëri për Anglinë, edhe pse një kundërshtar i fortë si Argentina, por edhe në studio mbrëm kemi pas mysafirë të cilët kanë thënë që Anglia mund t'ja dalë kësaj beteje, por që më vonë kuptuan që është lojtari më i miri. Po duhet me thonë me Mesin, në fundit. Po, në fund mi alon Mesit, mi thonë vazhda, kur dushë në... Kur pëdën me jabë golën, në cilën minut pëdën me vendos, me godit. Mëse mas nëjna fansat e Mesit na bombardojnë, kështu që... Jo, na mirë po flasëm. Po, veç po thojmë që e kanë kontrol gjithë shka. Kur dënë, aje e bën gol. Edhe refirat edhe krejt. Nuk di për ato pjesë tjera. Unë flasësh për talente. Vetëm për talente. Këto çështje tjera që bën prapa sken, nuk i kam pa. Do diskutojmë sot këtë pjesë. Pa dyshim. Parashikimet e fundit, këtë jetë tjetë tema për sonte në krejtën debat, para se me shku tek prezantimi mysafirëve në studio, falenderojmë bashkëpunëtorët e këtij emisioni, falenderojmë Air Ticketën, operatori turistik lider dhe inovativ në Kosovë, Zvicër dhe Gjermani, ku nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ofrojnë lidhje të drejtë për drejta me destinacionet më të kërkuara evropiane. E ju biletën mundeni me rezervu në airtiketa.com. Gjithashtu falenderojmë Spitalin Fatemi, i cili gjendet rrugës për në Çagllavic, i dëshmuar ndër vite në ofrimin e shumë shërbimeve mjekësore, siç është pediatria, kirurgjia, ginekologjia, shumë çka tjetër, por një fokus shumë të veçantë ka në trajtimin e infertilitetit, i vetmi spital që sjell shërbimin e andrologjisë në vendin tonë që trajtojnë infertilitetin tek burrat. Klinika Randevu, klinik lider në mbjelljen e flokut, klinik elitare specializuar sidomos në mbjelljen e flokut, por edhe për trajtimet e tjera estetike. Klinika Randevu shpallur po ashtu klinika më mirë në Evropë për shërbimet që ofron. Për me i pa këto shërbime, mund klikoni në rrjetet sociale të klinikës Randevu. Gjithashtu falenderojmë dhe Spitalin Italian të Syrit, i cili është koncepti më i avancuar i klinikës oftalmologjike në vend, duke i bashku gjitha përvojat, standardet, sjell në vendin tonë, bashkë me një ekip të specializuar të profesionistëve vendor dhe ndërkombëtar, duke i kryer gjitha shërbimet që na nevojiten për syrin dhe gjithçka që trajtohet atje është pa asnjë dhimbje, vetëm në përmirësim të shikimit. E me neve, sonte në studio, është Arsim Llazani, sa Llazani mirë se vini. Mirë se ju këna zhetë. Qysh mi o thirë Llazani një dë? Qysh të vjetë Cili është nishi, cili është dyshi erë? Ose Llazani vogël e Llazani madh. Cili është i vogël? I bardhi është i madhi, po duket. Ani Llazani madh, Llazani vogël. Llazani madh, Llazani vogël. Që shto po e lojmë? Kolltuku em është ende i pa plotësuar përfundimisht. Zakonisht kolltuku jetë Lirik vonohet. Po, nëse shohim shto, me statistikat e misionit. Vonohen është të vërtet. Aktualisht e kemi Shkëlzen Lushtaku, mirë se vjen, kënaqësi. Kënaqësia për mu, faleminderit për fjalë. Pas pak do t'i prezantojmë dhe do t'i mirëpresim edhe Jetonin dhe Arborën. Xhan, po ja nisi me ty, fillimisht po du me ditë çka ndodhi brëm. Fitoi Argentina. Pas që fitoi Argentina. Po, normal kësi ndeshës, ndoshta për mu ka qenë nga ndeshjet më të mira të kampionatit
botëror të këtij viti. Ka qenë një ndeshje deri në minutën e 60 e liftuar nga 2 skuadra, nga minuta e 60, po besoj që thash që edhe më herët jashtë emisionit që është e vështirë për mua edhe për çdo cilin sportist, sepse jam i kësaj lamie me vlerësuar një trajner si Tuchel, po unë mendoj që gabimi i trajnerit Tuchel ishte kthimi i skuadrës në defanziv komplet, kur ti e sheh që në bankën rezervë ka potencial të jashtëzakonshëm që mos ta tërheq skuadrën në mbrojtje komplet, sepse kishte në bankë rezervë Rashford, kishte Sakën, kishte Ezen, ato lojtarë që mendoj që për minutës 60 i kishin dhënë freski skuadrës të Anglisë që të sulmoj, sidomos në kundërsulme ndoshta e kish bërë rezultatin 2-0, sepse normal Chelsea-ja e Anglisë, unë mendoj që është ndoshta më e lartë se Argentinës, por kur e ke një Messi në skuadër, gjithmonë do të më punu më shumë që ti mos m'ja lën rastin të shfaqet, sepse në momenti më i vogël i vjen Messi të shfaqet, ato ja mundsoj tash trajneri për mendimin tim trajnerit Tuchel, çka ndoshta me pas fitu Anglia ja shumë lën merita Tuchel për anën defanzive që ka bërë, po në këtë rast mendoj që ja ka dëmtuar Anglinë, ja ka humb ndoshta në finalen një prej legjenda më të mëdhej të Anglisë, Harry Kane, çka është lojtari që për krah Bayernin çatu po nisësh. Po çatu po nisna se mendoj që kjo i kishte ndihmuar edhe për top tart Harry Kane, për ata se unë fans në fillim kam qenë i Gjermanisë si fans, por mas tani kam pas shef Anglia ose Ronaldo që Messi ta barazoj Ronaldo. Dhe kjo është edhe po punon kundër Messit. Po punon kundër Messit. Jo, absolut kundër Messit. Çdo fjalë që fulim kundër Messit është e tepërt për ne, sepse Messi është ndoshta s'po më me hom me plot kuptimin fjalës, është lojtari më i mirë gjitha kohërave. Këta për dëshmojnë edhe tash, edhe dëshmojnë edhe prom. Thash, në moment më të vogël, në insin të vogël mos me punu që Messi me ndal ai dënon. Edhe vrejet e Anglia 6 kornera i ka posë Argentina, të 6 kornerat Messit në njëjtën mënyrë i ka gjujt. Ka pasur jashtë 6 metrë dhe ja kanë kthy trupin. Në kornerën e 6 ja ka kthy Enzo trupin, ka shënu Enzo. Dhe më edhe ato do të me punu në çdo detaj. Për këtë lojtë e mëdha trajnerat punojnë shumë në çdo detaj. S'ka lloj e bunit njëjtin veprim që veprej mirë, duke futur vetëm fazën ofanzive, me Lautaro dhe gjithë që i inkuadroj, dhe ato ja dha mundësin trajneri Tuchel, sepse ti me inkuadru vetëm mbrojtësa, 6 mbrojtësa në skuadër, pavarësisht që janë gjithë mbrojtësa që i ka futur janë me Chelsea të nalt, po ti automatikisht fjala mbrojtës të ka thënë që Chelsea përpara ti nuk i. Orelli Manchester City pavarësisht që është mbrojtës ofanziv, nuk e ka Chelsea në Sakes ose Tezes, që një moment një kundërnim me driblu edhe me dalë në sipërfaqe që me pasu të Harry Kane ose Bellingham, cilët kanë qenë dyshja më mirë në kampionat. E patëm edhe rastin me Francën, me kundërsponjes, dhe me onë gjithaj sulmi mirë, kur ti nuk e lejon me një pressing të Spanjës si që ja ka bon, njëtin gjohë desh me bon prom Anglia, çka trajneri Tuchel nuk e ka bon dhe ja ka mundsu. Dhe tash ka rezultate. Tash rezultati ka za Anglia me të udhim, sepse ndoshta Harry Kane nuk ka me kon kampionatin tjetër botëror. Edhe po presin gjatë për me fitu. Kështu që kjo për Harry Kane ndoshta ka qenë shanca më e mirë me fitu, sepse ishte në gjysmë finale, si dy skuadra të barabarta. Edhe ato dhe Ronaldo dashti me përmbyll karrierën me një kupë botës, po çe? Po Anglia është pak më lartë. Pak më shumë shpresën, 1-0 rezultatet. Normal Argentinës s'do të mjaj ka si merit, sepse luftën që e banën gjitha të duelit, gjithë në fund jo shpërbly, gjitha ti... Kur nuk jam profesionist për me ndjek ndeshjen sikur jo, e shikoj pak duke u pasdu në emocione. Pas golës që edhe Argentina, sikur anglezët e ndjeni far inferioriteti tek loja, duke i që sulmi kaloj më shumë pas prej Argentinës dhe ata u zbehen në një farë forme. Une jam në këtë fush normal, kërshë një eksportin jam ka gjamat eksportin, por në moment që ti, si të rezultati 2-0, si të rezultati 1-0, si të pranesh gol, automatikisht ekipi tjetër motivuhet. Dhe normal të ekipa tjetër
është një panik, krijohet një lloj panike. Dhe këto, kjo normal, jo ja mur, po ja mur komplet lojën. Mas rezultatit një, me gjitha ata shok, ata që ishëm të këshyrë në qytet, kem të bindur që Argentina ka me mpush, sepse Anglia mo kër e futi tënin e këta i futi mas rezultatit 2-1. S'keshte si delve, edhe mes fusha, dalja nga loja e Rice, i ka ndiku shumë. Pikërisht para mbrojtjes mes fusha defanzive Karagolla e Argentinës. Normal që të rezultatin një, zemër ka morë Argentina, ndërsa Anglia çdo moment e ka pas frikën, sepse me pas shumë vazhdime, kish pas nështë në ndryshim normal të Anglia me sulmus, po fati është, Messi është në finale, tash s'kam qef me fitu as njona, po njona kom me fitu. Njona duhet me fitu. Djemë që keni parashikur rezultatin e djeshëm? Unë e kom prit që kom me fitu Argentina, kom menu që loja kom me shku baraz 1-1 që ashtu që deri në fund edhe kom me shku në penala e Argentina me fitu. Amo prap Messi është mes, s'ki që ka shtën ma shumë për të, a i veç vetë është të e marë Argentinës së bashku me trajnerin Argentinës, mendoj që jenë 2 pikat kryesore edhe të vetë me të Argentinës për këtë sukses, sidomos këtë botror, sepse nuk jenë si ekip, kom thënë edhe më herët, nuk ka shumë cilësi Argentina, sidomos në anën defanzive nuk ka shumë emrat mëlaj, që ashtu edhe anën ofanzive ka Lautarën edhe Alvarezin, po nuk ka sulmus të krahut që mund me indimu për me sulmu ma shumë Argentinën. Edhe jom të evrejt që sar është rrezik Argentina ose është të hupë gjithë Messi si me marrë një farë përgjithësie me thonë hajtë si që tash për i për fitej lojën për jepi zërë, kur për dënaj për fitën. Bilesi ka shti zëvendësimet trajneri i Anglisë e kom prit rezultatin që kom e këthuj Argentina, i kom thonë edhe vlaut, thash më dëllë këtë kësë për bën men që kom e lu në vazhdime ose kom e mujtë krejt energjin. Po përse u dika ajo që dikur kom e epë Argentina kullë, se të në kuën sulmojke, një fakt interesant të kuën që jënë kuën shumë gjatë Anglest, e shumë të shkurt Argentinës, amo me po e këna po që një 4 raste jënë kuën thuj se që jënë kuën të shënu golla me kry, me Kalisteri e ka rrug një shtyll, njëja ka prit Pickfordi, plus e rrug edhe një shtyll me Kalisteri ma vun që erdhe dhe golli i dyti Lautarës, edhe a erdhe me kry, diçka kuën shumë interesante që kjo pjesë që kanë bërë shumë gëditje me kokë. Po lojnë dinamike. Dëtë për Argentinë? Jo, unë parashikim se unë jam fan si flakti Mesit, po me folë realitetin Mesit... Po pritë që fiton Anglia? Prita që fiton Anglia me rezultat 2-1, se thësha yjet edhe njëra që ordë Anglia dhe i këto, i ka pos me Meksikën, ka tregu super loj, ka tregu pashtu me Norvegjin super loj, edhe i ka pos shumë kundërshtat marëfurse sa Argentina. E ti si fan si Messi, të tutë që qëka Angli ka me ta mujtë Messi, na? Po tuta edhe, po tek e fundit Messi është i paparashiku. Na është i mujna me i parashiku këtë rezultatet, po kur t'lun Messi ato, vesh mujna me thonë, këj vendus që shkryet loja. Se në qëfë se analizojmë lojën Angli dhe Argentin, dhe në minutën 60 u konë lojë thuj se e barabartë. Ka pos në stop pressing, faula, gjdo aksion dërprerjen me sfush, po që shtamë edhe ma herët, Anglia, gabimi Anglisë në momentit që shënun golin, ra pressingu, nuk bëshin pressing, unë e besoj që ju dosht me vazhdu pressingu edhe 15 minutat e parë, se normal kur t'jetë të hupë se kep, automatikisht kojnë e kitë limitu me non-stop keme bo presion me jep gol, për me barazun deshin. Edhe gabimi vetëm di Tuchel, u konë me zëvendësime, ku zëvendësimet nuk jenë konë qëllu me as pak, largohet një mesfushor qëndror si Rice, futet një mbrojtës që për menimin tem personal, aj mbrojtës nuk është për ndeshjet moja, Newcastle United, nuk është lejtor i sigur që me thonë me të arru rezultatin, kejtonën defanzive, po parashikimit që kështë që ja kom huq shumë është ku menu që nuk kënë gull me kuk, nuk shënën Argentina, kom thonë një emision që këmë e posë shumë shtirë të ashtë Argentina pikrosime, dulë krejtë se shte këndër ta gollën e dytë në qëfë se nëllë me analizojmë, 3 qëndërmbrojtësa me gjatësin, thuj se ofër 1-90 me orë me ta jep 1-70 një qëndërsmus, kjo është vdekje si për trajnerin se dhe për kontorën. Kure kishin ofër Bellinghamin këta të Argentinës, hupshin dhe gjyzaj shumë i gjatë. Unë e menësha njerë që jetë të lu generatët e reja me se njerë tani po dule këndër ta në fund, edhe unë e kitë lujë finale Sponja dhe Argentinë, foncat e Ronaldës edhe foncat e Real Madridit s'ja kësha sugjeru me këshyrë. Pse? Ja mo dhe lejtori maj mirë i ri është në Barcelonë.
Messi lejtori më i mirë në histori. U bë virale e fotografia kur ka qenë Jamal Foshnja. Më falë, më bo virale dhe kisha posë shef me orë Messi në Kosovë, me bo foto me na një qështu fëmijë si tu, në mos rastisht po më rrinë. Moja të futbolët, rastisht në një. I shkon një prejk me i fëmijë në i. Prejk moja. Pa të legjetë të tunë, se ne kam 3 fëmijë veç njollit ma prejk. I kam 3 djenë veç njollit ma prejk, dhe në është një për ty në botë futbolist, që është onëre se cilët prendë. Vërtet, jeton mirë se erdhe, knatësi që të kemi pjesë të këti panelit, jetoni me Messin. Ka qenë, prej... Me Argentinën, a? Jo, më kom me Francën, po... Jo, me Anglinë. Jo, tani... Ke qenë në fillim, po flasim për ndeshjen e mbrëmshme. Po, me Anglinë. Ka, jetë e humësit apo fituesit? Vallaj, s'po di që ma thonë, në kom qef fitu Anglia, po të shumë tash... Jo, Anglia tash shkoj? Po, shkoj, po që... Spanja-Argentinë tash, ka? Spanja-Argentinën. Argentinën, a? Po, ma mirë. Messi, ma mirë se Spanja, paka shumë dhe se ka një shtetë i Kosovës. Petë që atë Filip. Po, Petë që atë të i ditë, vëllaj. S'na ka një të asë njënë e ble Argentina me shysh se ka asë një po, arsye. isha të shtona medaljes, ma shumë Kosovartin të lidhen me Argentinën se me Spanjën. Shkojnë pushime ata që më shefën me... Pushimet i krymë Argentina? Jo, në Spani krymë, Spani. po ata që më shefën mas grave, shkojnë tinë dhe sot i arritë. Realisht të një jam fan si flak të Spanjës, edhe para kampionatit botëror, e kom parashiku si që Spanja e merë kampionatit botëror, në është që s'na njësë si shtetë e krejt në regull, po me full realitetin futbolë spanjëll është pëj futbolëv që ka tregu, do me thonë me Francën, gjësën finalit, qëfar futbolë ka tregu, shkollën veti, besoj që edhe fitën këtë kampionat, përse apet Messi më dhime që është një lojt tek, ato finali janë topi rumullak që është edhe ma herët, ama shumë jam i bindur që Spanja nuk e lëshen. I rëzikshëm Jamali, i Messit. Une 2 onë tash, edhe Jamali me fitu këzuna, edhe Messi 2 onë të kam. Mirë. Fanë si borë që këta 3 ollit ju vynë të palu ma para lojës, kështu që të këshyrin lojën, a përdin se kanë me kajt, se kanë Ronaldo, kështu që mire. Po përse se kanë kajt e tash? E kanë kry? Jo, qëre, tash të problemi linjë konflikt interesi. Theshin Ronaldo nuk ka kampionat botëror. Theshin Messi e ka fitu, që ka fitu në Katar, ja ka një mu referia, Infantine. Tash me bu mi bo 2, vesh që i dur të naltë dhe s'ki që a diskutën punën e matë mirit. Po, është interesant edhe është kjo pjesa ku shumë shpesh fitusit piketohen edhe me këto qështjet që ka ndodhin të është në prapa skenë. Si që po diskutohet edhe qështja referimit për Argentinë, shumë shka tjetër as behet fitoria? Jo, prap kupën e buhet e sa e merë njëjtë. E merë, po a merë merit. Me plët merit, se të realisht ashtë edhe që u futë vari, nuk mundet me pot edhe shumë gabime, ashtu është e vërtet që mundet mu favorizu një shtetë që është ma i fort, se shembull me lojën me Egjiptin, që se ish kualifiku Egjipti edhe loja që u ka në Europë në 3 natës Egjipt-Zvicër, ta garantoj që asë njëni, sidomos në Kosovë në krejt në Europë, nuk ishtë që me këshyri lojën Egjipt-Zvicër. Ashta po besoj dhe në qëtë momentin këndër lojës me Anglinë ka pasë disa lëshime nga una arbitrat, si loja me Egjiptin është, po tash loja me Anglinë të epë një përfundim që definitivisht Argentina është e furtë. Edhe e meriton në është ta finalin, po në momentin që të mund Spanjën dhe mon ja qëtë vullën se e ka meritu plotësisht, sepse mënej që Spanja, që fëse është një ekip që s'ka mjallo trupin Argentinës, është vetë Spanja. As ka mund me bo Franca, as kish mund me bo Gjermania, ndoshta një kuës më të mirë, po unë menej që në qëfë se Spanjën e mund pa nëj incident të arbitrit, unë menej që kanë mja qitë kulmin që Argentina u konë shumë e furt edhe ka meritu. Unë e thash në fillim, një Spanjë e shoh favorit në këtë finale pak, ndoshta, për arsyeën që është skuadra që kur e ka trupin nuk ka rëndësia është në 16 vetin apo në 16 shkundeshtarit. Po, shkelzem për shembull në ndeshje të tilla ku presioni është shumë i madh. Çka duhet me pas parasysh një futbollist? Sepse ma atë analizën teme, nëse mundemi qujtë analizë. Dhe ne kemi njësë në analizën. Pro, për shembull, më ka dok që Anglest
lojtarët e Anglisë kanë shumë presion në fush. Madje është pa shumë herë edhe ku janë gjujt lojtarët me zveti, ka qenë kështu loje ego, loje dinamike. Ç'është duhet një futbollist me i menaxhu edhe këto emocionet e veta në fush, ku është që rezultati nuk është i mirë për ta? Po, që to thash, Spania ka që cilësi, sepse vrejnë në luj me Francën, ka qenë 1-0, ka qenë 0-0 presingi i lartë. Në moment që e kanë trupin, e kanë një farë gjaktëfëtësie. Këta dëmone punën treneri, janë aty stafi që e menaxhujnë këtë pjesën e emocioneve. Ndërsa të Anglia, e shetin në momentin që u dollë Rajsi nga loja, që ka dëmtu Anglinë, nuk ka cilësi një mesfushur, tash është ky mesfushur Anderson që u shku Manchester City, po ky alo nuk është i dëshmuar, sepse ka bërë një performancë tash. E këtë pjesë vrejnë e Rudrin, so ka qenë, edhe ka thonë Guardiola në 8 vitit kalun. Monën men në finalet botërurit, kush ko me konë Rëdri, edhe në lujt e botërurit. Dhe me onë 8 vitit kalun e konë, edhe të po dolin fjallë. Shënë e lujnë me Francën, asë një tëpt humë nuk e ka Rëdri. Imagjina një shfalitari është Espanja në bank rezervë. Pedri, një pelitarve me qëllësin, me trupin, nështë ta me sfushuri maj mirë në qarkullim trupit, së bashu me vitinjën e Portugalisë. Dhe kjo është qëllësia e Spanjës, që me nej që këto thash, kjo ja banë përparësi Spanjën, në aspektin psikologjik janë shumë atë qitë. Normal, finale është finale, ki emocione, ki adrenalin, ki këtë, po qitë pjesë e kumpote Spanjës që e menaxhon ma mirë. Ndërsa Argentina, pavarësisht emocionet që ka, ba luft. Ashtë sa ko me mujtë me bo luft me Spanjën, me jetët mu po finalja. Po finalet gjithmonë janë të barabarta. Thash, menin e onë se shë pak ma të favorizu në Spanjën, vetëm të qarkullimi trupit. Kur të këshysh me lejtar, normal në Francë o desh me konë finale. Kur e këshyr me lejtar, Anglia pro mu desh me mujtë Argentinë. Dëshira e modhe e Argentines, gabimi i trenerit të shëllën e menej që e ka penalizu Anglinë, tash e shëf Spanjën veç pak ma favorite se Argentina, vetë për këtë pjesë, sepse është 16 vetën vrejnë si e qarkullat trupin. Asë njëherë nuk im shojnë trupit gjatë. Çdo herë doli me pasime, çka është merit normale se cilë lejtarë aty, po është merit edhe trenerit. Dhe la fund të i cili ka dol një trener, super trener. Dhe këtë pjesë menoj që Spanja është ma favorit se Argentina. Jetoni pse po thëtë Argentina fiton e jo Spanja? Po me këshirë se gjdo ekip që pak të në fush, atë asë sin me up. Atë në kanë thjesht fitoren, a e kuptot, shumë është... Unë e mendoj që edhe Franca... Po fitoren e dhe gjdo kush, po të du të me di me menagju. Ti vetë të thare ndërum, Franca i ka letar shumë atë mirë, po s'ka dasht fati me konë nanën e Francës dhe e mujtë Spanja. Fati du të mja bo pak i zmetin, se ti nuk mund është Olisej një pelitare më të mirë në kampionat botëror me konë qatë nivel. Si pas te, a i ka letar të Francën, për shemëll, a Spanja më të mirë. Mendimin tëmë. Mendimin tam veç... Prej portierit dhe në rezervë. Prej portierit dhe në rezervë me këshyrë, veç me sfushën e ka pak më të furtë Spanja. Në aspektin e sulmit, veç shfarë sulmi ka Franca. Olisej, Mbappe, Dembele, Due, Barcola, Sherki, 6 lejtari ka. Qa thashone, po fati nuk ka qenë nonën e Francës. Fatin e bati. Edhe nuk ja ka dasht me luse me pas, mja pas dasht Francës, qysh kishin lutë si Sony PlayStation, ja kishin bo bajat Spanjës. Ja kishin bo Sony PlayStation, Franca shumë e fort. Mja pas dasht, mja pas dasht që shkallu për para Franca, ne të veç pak luta ndërum. Veç pak mja pas dasht Francës, që është dimenu Franca, e kish bo për kryp e kep Spanjën. A da më të ka du kështu, po s'kem fati nonën e Francës, dhe shumë është e tjerë. Qëre ka me arë finalja, a kime koj bindu që Spanja ka me lutë njëtë në luj. Nuk është rasti që ka morë veç një gull. Pse ka morë veç një gull? Që shka për kryp e kepa? Unë e pësën, mja pas dasht Francës, dhe më baskon në formë litartë, o më të gallë dhe pëtari për sërës, ta kish bo për kryp e kep, që gjynat kisharë me po litarë të Spanjës. Asë njerë, pej vitë 2000, kënejës mundet me ta bo. Ja, unë kom inderu ish pak, unë jë me profesor një mirist. Kom lujt pak futbol, ma më të vesh, edhe si do qoftë, ka plot eksperta, Kosova, Shqipëria,
nëse ta thot me përgjithësit plot, moralin, njëzor profesional, nëse thot që Franca të gjitha lojrat dhe lejtarët i ka ma të keq që Spanjës dhe i kalu lojrat ma keq që Spanjës, unë tash ta thon publikisht asë në medium zdali, asë në qoftë në analiza politike, asë kështu. Si do qoftë, Spanja e ka ekipën e mirë, po mu krahasue me Francën, edhe vetë thove, lojtarët i ka tepër më, por nuk ta dën një lojë, nderum, nuk ta dën një lojë, pikë ki. Në rregull me këto. Si do, është vlerësimi ta vlerësoj. Unë me gjithë respektin, unë po them me shumë sinqer, ta vlerësoj shumë mendimin tënd. Po gjithë globi dhe gjithë analizat anë mban, Spanja e ka ekipin më të keq se të Francës. Unë e mendoj. Po s'pe kundërshtoj asë. Mirë, nuk e kundërshtoj, po tash... Po unë më dhëmë qatë loj, se a ka dashtë, në regullime. E të s'mo me parashikume me zonë kështë. Unë fat kisha mujtë me qut në qëfë se shku loja në penalti, okej, ato në penalti janë fat. Se lojtori maj mirë Jo, me ndërëm, së është aje fat, vesh pak me leje. Jo, në penalti jo fat. Fati është me ta dash si ku lojave tjera që kellu, inderum, s'ka qenë nata apo qysh dush e Francës. Se në regullime Qysh mujna me thonë, edhe na I kam bëtë me aqa. Jo, po stadon dhe ka një stadon. Ta qëtë muri atë, se Nërso Spanja me Francën, s'ka pos, asë qëtu si në kohë, që ka unë kohë. Ti po të kësa, vesh pak, këto shto në më Unë e ma qef shakos Franca, vesh pak i derum. Ti po të vesh pak, vesh pak. Ti po thue, Franca e ka ekipër shumë atë misë Spanjës. Apo thue, dhe qysh tash, me një loj, kretë për jashtet ato fitore që e ka posë. A dy shpjaqes, në aspektin taktik, ka qenë tjetër nivel Spanja. Po qarë dhe si se ka Ta ta... shpirim edhe ta se Arbora kam ri, letë akomodohet në studio se kam betu e prit kur këndalje debati me zgjendhe, po... Jo, se po vjen Arbora, dita që qëtësohen. Dita që të në ka pjellë qëtësia, Arbora Reca i mirë shërë. Mirë se erdhe Arbora. Nes janë i tash, ku betët jetojnë? Po dhe vazhdo në gjeronë me të Spanjën. Unë thash, momentin që u shku shke finale, s'ka pos që me fitu asë Ama se ki për Shakirën që... Shaki Sonja me martu më Shakira. Shame o s'kash, unë e Allah jetoni. E thash, e Erzan, fillim e thash. Finalja që u shku s'ka pos që me fitu asë njona. Asë njona, po tash njona ku me fitu. Unë e ku pos shef thash, fanë si Gjermënisim, po pra unë ku pos shef Harry Kane me shku. Gjermënia, inderum, nga. Kretë e done Gjermënin, na ka një muë, kretë gjithë s'ka. Gjermënia, inshallah pe merë Klopin. E ka marrë Klopin, Po takë për deri sa, unë se shonë fush të stërvit e sa në regullë. Ato për Klopin, Oke, falemderes për këtë info, si do qënë, Gjermënia minimum edhe 3-4 vetë 5 mu këfil, mu këthy në ata Gjermën që shumë kohë. Edhe, po në regull, po, me fitore me. Ta pysim Arborën për kë ka bot tifon këtë botrora, ke ende ngarë, a kompare jote ka shku në shpe? Në fakt, ka shku në shpe. Edhe pëse unë e kom deklaru dhe ma herët ndo media që kam qenë fakt për Francën, se realisht e kom po si një ekip shumë të fort. Njerë që i densanë. Edhe nuk kom post si pritshmëri në fakt për Spanjën e për shumë ekipe tjera. Edhe në fakt Spanja më ka befasu, edhe pse normalisht janë dy ekipe shumë të forta, por unë e favorite e kom pas Francën. E dëqira e më për botror me fitu Anglia. Edhe Anglia ka jetë shkojnë shpe edhe ta së djetë. Spanja-Argentin? Unë e mendoj që Spanja ka me fitu. Kështë vish për japë me tash dëshirën e kom tash për Spanjën. Edhe pse Spanja nuk na ka pranu. Si shtetë, e kom përmend që nuk... Këkë me mendimet njëtë... Realisht nuk është shumë kjo detaj. Qaj me profesion mas njona, e juriste. Këkë më kollega. Qala me shaj kollega. E po një koalicionin jetoni. Suksese. Po lidhët edhe kjo jo me Spanjën. Po që tash na sportistat po thonë Sponja ka fitu taktikisht. Juristat po thonë me diplomacinë e tyre po thonë me fat. Me fat. Po tash unë në qëpse me full realitetin, Sponja
nuk mëj me thonë absolut që u konë me fatë se e ka tregu vetën me Portugali 1-0. Tash rezultatet e ngushta, së në thu me fatë se pëse nuk e fatë që atë fatë Franca, mja po 2-0. Pa, jenë përcaktume për rezultata, jenë përcaktume. Fati është kur ty pëlqen loja. Po fate disident për shpinë të të venik se shkekjerët mytë. Ja kjerët shkejt, po Franca si trujës me që ka posë e lujë. Sta kalon Sponja asë një pasim ta manë me po. O, vesh bërre, analizoj lojt, të dhe vetë për ta përsërisa pet, i nderum gëm. Ti po thu shumë mirë, të gjithë përthojnë, edhe kjo besë është e mendimi, zonja, apo zënur falë, së të di. Si të qofë, kretë po thujnë që Spanja e ko ekipin ma të kjesë se Franca, a thove veti, në regullë. Lejtartë ma të mirë lojre që ka po, dhe ti nëse mahësh për një loj që pas ka hup dhe s'ja ka dasht Francës kundër Spanjës, ti nuk mund me gjutë të gjithat mirat dhe me qitë Spanjën para Francës. Kjo është shumë anomali dhe shumë është e kishë. Po, mirë për Francën e kishë, shpes Spanjën e kishë të Sponja ka qitë dhe në ndeshe. Vesh një ndeshe, të dina të tha një ndeshe. Ja, së është një ndeshe se vesh një një ndeshe që s'ja ka dasht Kërë mujtë në gjysën finalit Evropianit, a u konë foti, a ja mollë 16 vjetë e epi gullë. Kjo pyetje merë dhe prejnë Kjo është rasti, Sponja ka Sponja ka super gjenë ekip. Evropë Me këshyrë, Rovazë, në pusht Sponja Francën, në pusht në Europian, në pusht në Nations League edhe në World Cup. Kjo nuk ka fort rastësi. Fati shkome të mujtë Franca, Sponja. Sponja individualisht me lejtarjen ma dëpt se Franca. Plëtsisht e drejt, po si kolektiv nuk jenë ma dëpt. Dhe artës për ja gjeka formule për me mujtë, për do ka me hek atë farë selektorin. O, jek selektori. Kjo selektori o e shpet. Individat jënë kuj shumë mirë, për se në kund komponium jeni me ta. Zidane po flitët me arë. Ambora ka një pytje për krejt neva, po. Po, une realisht paka shumë qysh e kom poju, që e kom për cilë ndoshta gjdo loj, po tu e përmend sistemin VAR, a ka ndryshu faktikisht sistemi VAR në futbol, sistemin e lojës, edhe a ka dishka këtu nashta që është përcaktu dhe cilat ekipe me fitu, a ka dishka ndikim nashta dhe politika, ose prej fillimi dishka, sepse nashta gjdo herë prishmërit kanë qenë për një ekip tjetër dhe ka dalë tjetër ekip, edhe pse gjdo herë qysh për shembull rasti i Francës me Spanjës, që nashta së keni mendu shumica që Spanja ka me mujtë Francën. Si pas të Po nësaj më kompetent të shkelzerim në atë One nuk jemi thirër për varë, po sa kuptoj futbol, po folje Unë jam sportist dhe. Normal që gabimet i ka bo ma të pak ta bori. I ka bo gabimet shumë atë pak. Po veç i ka dëmtuar edhe vari, unë në medales tjetër, i ka dëmtu ekipet. Po i ka dëmtu, pa var jem dëmtu ma shumë. 3 herë është eliminu në Bayern në Champions League pa var, për Real Madridit me këshu është shumë i dëmtu. Po vari normal a me lon varin a me hekta si pas të je? Dët me lon. Jo, dët me lon, varin s'dët me hek. Pse me hek varin ta? Dje me ndoni që... Nashtë për të prujnë me regla vit pas vitit, se vari për menimin tam është shumë i mirë. Po vit pas vitit, me këtu regla, po u spektakli i futbolit për mu. A me ndoni ju se shtroj Arbora si pytje që mos ka pas ndikim edhe politika, që do kombëtare më shku më largë dhe do me u Jo, as pak s'mendoj, sa i përket varit të gjithmonë ekipi që unë vetë si sportist, fajtorin kryesor, kur të mundohesh me hek prej vetës së gjunë të gjyqtari, mundohesh me gjetë një arsye që gjyqtarit ka shkaktu ty. Sidomos pa var. Sidomos pa var. Pa var e ke gjunë gjithmonë. Me var prap tentojnë me gjuhë, edhe mendoj që po thu ti që politika as pak nuk mendoj, një shok jam i bilecojke, po thujnë që kom e fitu Marok, kom ja jep një shtetit Afrikan, po Maroko eliminu Spanja, Argentina, dyat janë me plot merit ato ku janë momentalisht. Argentina krete ka bu këto me luft, të luftu, jo që ka pos shumë lojt mirë, gjithë kërukon të upe ka rikëthy, kurse Spanja ka dominu në çdo lojt që ka lu. Spanja ka po të rukëtimin ma të fështirin deri qëto. E ka pos një Portugali në rundet e 16, e ka pos në qerek finale Belgjikën, e ka pos në gjysmë finale Francën, edhe në finale ka me pos Argentinën. Së më nëshme thonë që Franca nuk ka pos fat, e u kualifiku Spanja, po Franca realisht ka pos fat. Se deri
momenti kur jetonin të fati tek Sponja nuk ka pas kundërshtar shumë të fort kundër, për pas një Maroko që nuk e ka dëshmu vitet e fundit se s'ka që ka orë një lëje shtirë, lejtarët e Francës nuk e nduk. Po, këto dhe thamë, o Liseu një fansë të shumë marë, të janë fansë i Bayernit, njëtën sen, gjusë finale me Parisin në vitin e kalun, o Liseu në ka shduk, që ka prit mas shumë të beti, për që ta janë të lejtarë që dhonë ma shumë gjusë finale shtu. Spania ko që ato, kolektivisht, janë ma të furt se Franca. Si kolektiv e kanë mujtë Po deri tash është përmend që Franca ka ekipën, një ndër ekipën më të mirë. Edhe për shkak të ekipës si çdo shkollë e para. Ti ke shkuar ti mirë për merr piçar kollumë. Pra po vjen se Franca le tot më të mirë. Edhe kolega e risa futbollin më të mirë e ka bërë. E këtu pipi ka foj trajneri që sta sa normal. Për prom çfarë mendon ti? Anglia me gjymë me qetësi, Anglia është më mirë se Argentina. Sa është vërtet që referi nuk guxon realisht me dënu, është një lojtar që janë më dallum, si për shembull rasti i Mesit kur nuk ja dha kartonin e kuq. Edhe që kjo është ka qenë po kjo se kish mujt me ndiku lojë tjera, kartoni kuq, kish mund lojë tjera, kish në grupe kemën me ndiku, a mos sa i përket Vorit, që këti me Vorit, a ka me pos a ka u momentumin në Belgjë që Vori është zgjidhja e vetme, se nëse këshyrëm kampionatet botëror, Maradona ka fitu kampionatet një botëror e ka me dorë, ka shënu në finale gol me dorë. Ti shkon Vori, ai gol nuk ishte numëru. Vitet, s'më kujtohet viti sakt, edhe një fakt tjetër për Mesin 2016 e ka zyrtarisht e ka deklaru që i këmu pensionu për Argentinës, edhe ta shpeshum në finale dytë kampionatit botëror, diçka që i pa imagjinueshme si Mesi për shembull, po dhe si tifoz të futbollit. A i bjen kjo që në këtë botëror ka përfundu debati se kush është më i miri gjitha kohërave, Ronaldo apo Messi? Po, ka përfundu realisht më herët. Po të këta që në kanë bështet Messi. Shumë herët ka përfundu. Ka pasur në bështet Ronaldo dëshmuar të ma shumë dëshmuar. Para 4 vite ka përfundu. Me i pëlqy është tjetër, ama me pa realitetin është tjetër. Kështu që Messi, në fakt, unë menej që sa i këm pa dëndeshje, për mendimin tam është top. Edhe pse nështë tjetër shka është që nështë shumë meshkuj e adhurojmë fakt Ronaldo, kuptojnë nështë për arsye tjera. Gratë. Jo, edhe për pamje jo, vëlla. Nëse me ndonë që edhe për pamje. Ronaldo jo. Nëse ka ma qje. A ma mirë është, për shemë, Ronaldo ky i ri, apo Ronaldo i vjetër që ka lu për para? Po tash nuk i ka përcjellë arbora, ndoshta ndeshjet edhe atë shumë atëherë kur ka qenë Sa Ronaldo. po të nevojite për shembull mendimive që i arborët? Po jo, gjithve, po ma se thaj. Une nashta A ma mirë Ronaldo i vjetër, më falë ndërume, a ma mirë Ronaldo i vjetër, a i qeli i trashe, Nazaria. apo ky Ronaldo tash me vëth i Portugalist, Cristiano. Me folë kualitetën e menoj që Ronaldo Nazaria, për Ronaldo Nazaria u lëndu. Për që se folë me statistika normal që dhe Ronaldo në tash të ne më hej me thonë Ronaldo është për... Jo me dyllosi veç pak, të lutna. Gjithë lojën karierën e Ronaldos me vëth qeli trash është fjalla, a ma i mirë Ronaldo, Kulleri. ky kulleri portugeze, cilë ma i mirë prej loja që ka lu prej ti që e manë men, ose këtë kolegë që jënë. Ronaldo që kjo është. Ronaldo I vetëmi futbolist që i ka po konkurrencë Mesit. Ti mënët me dalë, unë mendoj që mënët me dalë në një të ardhë me një lojtar që mënët mi fitu... Ronaldo, unë mendoj që Ronaldo i vjetër, është shumë ma i mirë se këtë Unë veç po thëmë, shembull për marë që se fiton 10 topa të ardhë, prapë s'ka më mujtë mu krasu me Ronaldo edhe Mesin, se duhet me menu një fakt që njëni ka 8 topa të ardhë, tjetëri ka 5. Po dytë e kanë në epokën kur janë kundër njëni tjetrit. Qofse se kish fitur Ronaldo qato të 5 të kishin shku Mesit. Qofse se kish fitur Mesi qato 8 tjera, e ki edhe Ronaldinën, e ki edhe alitarin mirë, edhe Ronaldinën. Po, ata e këmë litarë mira, ma dalën edhe ku, ata është futbolli ka u bu shumë zonal, edhe shumë afshtirë me kalzu një lojë individuali. Se litari hargjitët si kër Lamela Kjerët i ndërëm, së qëndrën gjithë. Po kjo mbarët edhe sa trajnot, sa i mbanë për shembull Neymar, se une paka shumë sa e kom pa disa portale për të,
që ka qenë shumë lojtari mirë, është dallueshëm, po në fakt pak e ka lëshu, nështë ja ka Nuk ka qenë disciplinu. mu lazdru ka pak, edhe nuk është ju ka përkushtu futbol të qatë shumë, sepse unë mendoj që ju vetëm futbolli, po më përgjithsin çdo lami dënë përkushtim, që për me vazhdu Me arrit, me i prek maja të Jemi suksesit. fund gati, Po shkoj me parashikimet të fundit, Lire. kështu me rezultata, po. Me rezultat. Mirë. I kemi dy Inderum. parashikus, Hajde. Unë e mendoj që rezultati del 2-2 edhe Argentina fiton penalla. me penala. Argentina fituse me penala. Unë menoj që rezultati ka me konë vetëm një gol dallimi, edhe menoj që fiton Spanja 2-1. Spanja 2-1. Ja. Edhe pse e mbllazën. Po, dojnë me lonë hapësirë, cili do që jatë shëllën. Shkëllëzën? 2-1 ose 3-1 Spanja fiton. Spanja. Unë e mendoj që Argentina, po mu mirë shku dhe vazhdime, po prap fiton penal Argentina. Argentina. 3-2 për Spanjën, 3-2 për Spanjën. Erza, kina i rezultat? Ja, mos... Pa kam rezultat, Lire. Po, a. Me vazhdime. Me vazhdime. Për me jap spektakl. One kisha qefë mbrë me qenë me vazhdime që me i pa... Që aty tani shpa fati Po, jetonit. me pa tash, po. Fati jetonit Çka i shpa kishë në vazhdime, se kështu duhesh me lujt për me lujt mirë për me shënu. Apo për Shkëllëzën? E vërtet. Trega jetonit. E përmane Ronaldinën, e përmane Neymarin. Neymarin normal ketë Brazilje ka pritë që Neymari kom ja pru kupën e bucë. E tha Erza dhëtë me konë maj disciplinu. Ronaldo ka rritu me disciplinë dhe puni ka bo konkurencë mesit. Neymari ka një për talenta matë mëj, Ronaldinje për mu ka futbolisti që ka dhuru spektakel mas shumë të në fush, edhe ajtë njëtin fatë ka bo, nuk i ka najtë taman vetës si një profesionist, edhe ka përfundu shumë shpejt karriere ati. Qa është edhe në shumë? Ne ju falendrojmë shumë. Mos të prejtë që mendimet. Falenderit. Po kur të merë pa të shoferin që ta Po, bën jeton jemi në instruktorit, fund. thët, mos e shkelsh një bubres edhe në sport. Mos të përcjellë si lëndimet. Këto të njëjta dhe janë thonja që kur as nuk heken. Që jetoni u as nuk lëndu vlerë. dhe nuk lunë mo. Ju Sot vazhdu ka mujtë Andra. më konë... U bojë ores tash. Qa. Ne ju falendrojmë shumë që ishi sot pjesë e këtij paneli dhe përmbyllim javën shumë bukur Lirik. Do të kemi vikende spektakulare Erz. Vikende spektakulare, plot emocion. Fest, dikush do të festoj, dikush do i marr pallomat me kajt. Pallomat me kajt, po. Sot Për ta ata shohim se realit, si pa. do të përfundoj rezultati. Ne do të shihemi të hënën, deri atëherë mirëmbëjtje. Natën e mirë.